në të gjitha partitë politike. Bërim Ramadani për shkak të memorisë institucionale të Uta Haxhiu i duhet grupit parlamentar të LDK-s, doktor Resha. Natyrisht Arton Demhasa është pika ime e dobët në gjithë listën e AK-s, është miku ynë, kolegu ynë që është luftëtar i jashtëzakonshëm i mënyrës së argumentimit. Zafir Berisha, sepse po du me pa zafën prapë në kuvend. Na duhet shumë. Mehmet Klinaku, që gjithashtu është një kandidatur shumë kualitative, një biznesmeni të suksesshëm në Gjermani. Në këto zgjedhje. Po, është figure një biznesmeni shumë të suksesshëm në Gjermani, që vjen edhe hyn kështu pa kur farë ngarkesë, se vetëm sepse i pëlqejnë politikat e djathta të AK-s dhe mendon që mund zhvillohet vendi. E pa diskutueshme që Daud Haradina i duhet kuvendit Kosovës çdo herë për shkak të gjithë asaj që prezanton. Dorën zemër kur nuk kishte një mandat se dha u largua vet. Nëse ka pas ndonjë mungesë që e kam vrejt në debatën në parlament, ka qenë pikërisht mungesa e Daudit dhe nuk duhet përsëritet. Dhe Delahi, besoj të gjithë dim pse është, e kam thënë një herë me një vend, është protagonisti i luftës që ka marrëdhënien më korrekte me media.